Veç edhe mënyra që është dul, ishtë në sekonda, se se përqina, mënyra që është dul në media është që po thot burimi një presion veti. Nuk ban vretime dëmtun partin që të nivel e para, se unë sot kam tentu me marrë ma shumë informacione që ka ndodhur, sepse fillimisht unë jam kundër këtyre. Absolutisht kundër, dhe unë menoj që është e papranueshme. Por jam mundu me kuptu çka ka ndodhur. E gjithë biseda ka qenë e montume, me qëllim me nxjerrë pushtet edhe me e denigru procesin. Dhe është bërë, faktën çka është thënë sot, është bërë nga vetë njerëzit afër Abdigjikut. Dhe kjo më bën mu hala me mendu që Abdigjiku nuk është lider. Sepse një lider i mirë nuk e ban këtë. Shqipe kishte një ofertë, apo do në nënshkruaj të apënsoj. E cila ishte po ashtu bukur shumë e preme dhe montume. Pra po tham, nuk e përkrojnë jo. Por, po aq, Vebi, ti më falë zotrin Muja, po aq e pandershme, madje haloma pandershme është kur njerëzve ju thiren, ju ofrohen pozita zëvendës ministrave këshilltar, kur në fakt as nuk jenë qeveri, kur ti nuk e din a do të jenë qeveri, se fundit kur ti ka votat për me kriju qeverin. Pse duhet ai me t'i ofru ty do pozita dhe qysh mundesh ti, po tham kushtimisht me bo pazar, me pozita që as nuk i ke. Pse po thua që Abdigjiku ka bërë pazar me pozita që ka njerëz tashti që në konfidencë, edhe këtë e tha njeri që deri dje ka qenë nën kryetar i LDK-s, zotrin Muhaxheri publikisht. Tha po i kanë thirr delegat dhe ju kanë ofru pozita të zëvendës ministra këshilltare. Zonja Shqipe, po do të ishte korrekte